të kapital. Mbas të shkrimit të aksioneve, kjo nuk merr vlerë, pra quhet absolutisht e pavlerëshme. Pretendonin. Aksionet nuk janë bërë funksionalin që KB. Për të shmangur debatet publike dhe për shkak të nevojës se për çdo ndrim aksioneri duhet dhe leja e qeverisë shqiptare për shkak të interesit që ka kjo vepër. Pra nuk mjaftojnë vetëm kontratat, nevojitet dhe miratimi i qeverisë shqiptare në moment që bëhet ndarja e kapitaleve dhe në shkrimi i aksionit, më fal. Pra në shkrimi këtij kapitalit. Ky koncesion ka marrë thuhet një kredi 60 milionë euro nga BKT dhe ka përdorur dhe burimet e veta. Nga kredia e marrë nga BKT, kompania 2A Group ka tërhequr vetëm 25 milionë euro, ndërsa Magbo rreth 13 milionë. Ndërkohë që 2A Group ka investuar dhe shuma të veta më tepër se Magbo. Tani që aeroporti po shkon drejt përfundimit, debati është përqendruar midis dy aksionerëve, pra 2A Grupit dhe Magbos, pra midis zotit Pacoli dhe zotit Ademi. 2A Grupi kërkon të njëjtë si 47% aksioner, duke pasur në dorë kontratën, por dhe gjithë dokumentet e investimit gjatë atyre 2 viteve, ndërsa kompania e zotit Pacoli, pra Magbo, e refuzon dhe ka marrë një vendim si aksioner kryesor i konsorciumit që mos lejohet ndryshimi i aksioneve. Dhe këtu qëndron betejë ligjore dhe këtu qëndron edhe debati. Realisht me ato që janë deri tani më si thua dokumentet bëra publike ose dokumentet që kanë ndjeni, sepse vetëm gjë që kanë ndjeni janë 2 kontratat dhe raporti i tyre me Qendrën Kombëtare të Biznesit. Ka pasur një thashë them, për shkak të afrimitetit që ka pasur zoti Ademi dhe është parë në protestën që është bërë për luftarët e UÇK-s në krah të zotit Balla, Taulant Ballës. Politikisht nga opozita flitet për marrëdhënie interese, sepse duhet të marrim gjitha perspektivat për të cilën në tavolinë. Pra si mas opozitës pretendohet që zoti Pacoli duhet të dalë jashtë loje sepse njeriu i qeverisë është zoti Ademi dhe raportet që ai ka krijuar me qeverinë shqiptare dhe me figurat përkatëse po e suportojnë atë politikisht. Për të marrë jo vetëm kotat që është konflikti ligjor, por për qenë dhe ai aksioneri vetëm. Dhe gjithashtu është fundur një akuzë nga media, portale dhe nga zëra të ndryshëm, të cilët konfirmojnë që kanë burimet e tyre, që një pjesë fondesh është marrë nga një bankë e cila nuk din nëse është apo jo në listën e zezë të bankave që mund të drejtohesh për të marrë kredi financiare. Tani gjithë debati është këtu. Nëse është kriteri i zbatimit të ligjit, si ka dhënë leje qeveria shqiptare që duke qenë se YDA Group, kompania turke ka qenë garantuesi i punimeve, për shkak të kontratave më pashme dhe të besueshmërisë se ka patur me institucionet publike, është dhënë leje nga qeveria shqiptare për këtë çfarë parë. Ka Imer Ademi, prandaj po them se ngatroj. Kurse administratori i kompanisë ka qenë se e kisha hasur, administratori i kompanisë ka qenë Valon siç e thash Luka. Valon Luka ka qenë administratori i kompanisë i cili pretendon, zoti Pacoli pretendon se me Belinda Ballukun janë mundohen ti vjedhin përmes manovrave pas ligjore dhe financiare. Pra Pacolit. Me këtë rast Pacoli ishte vendosur të gabriste aksionat e 2 ajdutëve, kështu thotë në shkrim. Pra Valon Luka është administratori i kompanisë i cili përpiqet me Belinda Ballukun t'ia fusi Pacoli. Kurse biznesmeni që ka qenë është Imer Ademi. Prandaj po them se ishte ky Valoni është tjetër personazh i cili ka hyrë në skenë dhe unë e di shumë mirë se kush janë, ku fillojnë lidhjet e Valonit e ku mbarojnë. Dhe kujt është kërkuar tjetër që të hyjë te ky aeroporti i Vlorës. Në qartë. Flitet edhe për një oligark që është i cili ka që konjunkturë është Valoni. Ka ngjashmëri në veprimtarinë që ushtron edhe veprimtarinë të ngjashme, dhe që flitet që gjithë thuhet që bëhet pikërisht që personin fjalë të futet dhe ai dhe të jetë ai, pastaj menaxhuesi i Rama. Rama ai nuk do. Me thon drejtën. Kështu e di. Ja kërkon Rama, po ai nuk do. Sepse nuk mund të është i ngopur. Po jo, po s'ka, është sa aeroporte ka Shqipëria, 3 copja. Pra është Tirana, Kuksi edhe po bëhet Vlora. Çfarë? Të treja monopol. E qartë. Pra i ka hallin ligjor, si mund të shkojë fati i tij nëse transformohet në ligjor, por nuk duhet, nuk lejohet me ligj. E qartë. Pra ka pengesa ligjore. Po patjetër s'lejohet me ligj që ti kesh të treja, se që është monopoli joti, si. Po underground lejohet? Underground është më tjetër, po nuk e do ai atë. Mirë, janë pyetje që vi nga kurreshta ime genuine. Ai nuk e do, po ta them, kështu kurse Rama e kërkon. Por ideja është këtu. Informacioneve e parë një plan makro more Andri. Unë kam shqetësimin këtu. Realisht apo përqendrohen investime strategjike, bizneset e mëdha në dorë,
dhe kjo është thjesht një tregues ose një fenomen I cili e përforcon Tani këtë ide. këtë biznes strategjike në Apo realisht ka një siguri publike e cila ka rëndësinë e saj. Tani shqiptarët në thelb nuk duan të dinë nëse ka biznesmen që po marrin kompaninë caktuar në koncesione për post duke zbatuar ligjin e re. Problemi është opinioni publik do të di me fjalë kush janë këta që duan të futin duar tek pasuritë e vendit, qoftë biznese miliona euro fitimprurëse në vit. Problemi I aeroportit Vlorës nuk është problem ndërtime ose investime. Problemi është tek influencat. Këtu tani kanë ndërhyrë të influencat, po është Rama mbas me Belindën. Kjo është gjithë ideja. Pra, këta e duan se herë Albanian kush e solli. Belinda Balloku por e solli. Po. Është kompania që solli përmes Ramës normalisht. Bërë një bashkim operatorësh midis Belinda për shembull Turkish Airlines, zotit Sinan Idrizi dhe 1% Alp Kontrolli. Po s'më kupton. Pjesa më e madhe për shembull Edi Rama me Belindën nuk e kanë dashur kur për shembull kompanitë e tjera për shembull ose nuk kanë dashur, I kanë favorizuar gjithmonë Air Albania sepse ka qenë kompaninë drejtore e tyre. Problemi I tyre është që të duan të fusin dhe durët e kompanitë e fluturimit. A kupton? Nuk është të thelbi që dhe para nuk bëhet fjalë më për biznesmen, bëhet fjalë për politikan që përmes biznesmenve ose këtyre prestanomeve apo në underground duan të fusin biznesmen për të pasur aeroportin, por në thelb janë këta që janë pronarët e vërtet. Pra hiqe Vasilin Bexhetin dreqin e shejtanin. Më kuptoj çfarë do të them. Qartë. Valonin, se thash Vasilin. Se më shfiksu ky Vasili. Pra Valoni është mund të jetë underground. Po. Siç ishte kompania turke sa për të marrë punime. Për shkak të eksperiencës që kishin në ndërtimin e aeroporteve. Po Bexheti është vetë Bexhet. Po. Këta duan tani ta aneksojnë Bexhetin ose ta kufizojnë dhe të ke pjesa tjetër janë këta mbrapa. Të qartë. Jo më kot thuhet Valon Luka me Belinda Ballukun. Belinda është e Ramës, por se s'bën dot Belinda në kokë të saj, e kupton? Kështu që më thelb është Rama Belinda, Valoni është buratini I këtyre të dyve. Pra është maska. Po maska po. Shiko, është realisht. Ta duan ta shqesin aeroportin që thash dhe unë du t'ja shqesin dikujt tjetër që e kërkojnë favor me e ti, ai nuk pranon se thot s'mund pranoj të bëj qoka me lekë të mia. Mënyra si ushqehet opinioni publik e para dhe mënyra si transmetohet një ngjarje. Dhe besoj që deri më sot majca kanë parë, mund të jemi rreshtuar dhe besoj që jemi rreshtuar në anën e atyre pikpamjeve serioze, të cilat flasin me atë që kanë mundësi të kenë në dorë nga letrat ose nga situata aktuale ligjore. Problemi është që a është realisht kriteri siç e thash, 1 sigurisë kombëtare, 2 a është realisht thjesht një përplasje dhe mosmarrëveshje ligjore midis vet aksionerëve, të cilët e kanë marrë përsipër përfundimin e punimeve dhe më pas administrimin e aeroportit, apo 3 është çështje që ka disa interesa politike dhe financiare, dhe këto interesa politike dhe financiare duhet të menaxhohen dhe duhet të kenë njerëz që janë të besueshëm, që janë të kontrollueshëm dhe madje mund të jenë dhe peng I pushtetit. Dhe fakti që këto mund të jepen dikujt që nuk është në këto zinxhir, për të mbajtur atë Por pse dolim fund na përbën një risk. Investimi. Në qoftë se shke fundit, falë, ta përfundoj vetëm këtë. I bie pra që kjo pjesa që ne kemi vota, ne kemi votuese, ne fitojmë, ne kemi kundërshtar të dobët e tjerë është një fasadë ndërtuar. Pasi ky pushtet e këto vota u fiton nga një lloj forme operative klienteliste me interesa dhe me klientë dhe me njerëz dhe me fuqinë politike dhe financiare të jashtëzakonshme. Nuk është kaq e thjeshtë historia që kemi përpallë në një non grata dhe ky nuk fiton se duam amerikanë. Na duan amerikanë dhe prandaj fitojnë. 50 milion euro I ka kërkuar Rama Belindës të hidhen për Bashkinë Tiranë. Sa? 50 milion euro. Që të fitohet. Ma çik më pak se aeroporti I Vlorës. Më që të fitohet. Dyshohet se thuhet që është, po. E kupton se ç'bëhet? Tjetën fushatur, po jo mos dyshohet fare. Domethënë nuk mjafton vetëm KQZ-ja dyshohet. KQZ-ja ti tani, KQZ-ja I jep këtyre nga 1.ca milion euro në vit për të bërë fushat. E imagjinon tani te kjo makineria që theti, ajo I jep që llogarit se sa e duhen këtyre ndoshta për zyre apo për mjetet për të zhvilluar fushatën, e kupton, nuk është se jep për qartë. Imagjinohet tani fushata ka disa koncepte, ka e para njëherë unë nuk po them se do ja nxjerrë Belinda nga xhepi më. Belinda, me që është drejtuese e Tiranës, janë grupet e interesit,
Më kupton, bizneset, klientë të qeverisë, do financohet media, po media nuk